E vështirë, Mission Impossible. Monika, sot është çfarë të mund? Po, të them? Marrëdhënie bilaterale? As në samite nuk jepet dora aq shumë shpesh dhe gjatë. As Trumpi me Putinin nuk ka se mbajtën aq shumë. Po mirë, kjo është një shenjë e mirë se e para, e dyta, ai si kur i fliste Brikenës kur po bote prezantimin në një produkti më va. Kuptote? Mu ma heq pinin o vlla. Se njeriu tani o e do. Po ka emocione, është shumë siklet. Si emocione më? Unë si kisha pak të më përpara, po ky ka qenë dhe në përputhe. Po. Ka qenë edhe ke një kepi. Kepi i tundimeve, po. Tani, ka qenë shumë e shndërvjellët aty se sa... Po pra, po kjo tregon që e ka qenë. Sepse kjo është shumë e qartë, kjo thotë unë nuk vi të bëj fake. Po, fake... Qift fake, po themi, në Big Brother, për të shku deri në finale. Dhe ajo është shumë e qartë në lojën e vetë, edhe është shumë dinjitoze, mban qëndrimin e saj, është prap edhe sot po për të mos ta fyer Mateo, me që se ishte dhe ditëlindja e babait, dhe jo rastësisht edhe Mateo me sa duket e ka kërkuar dhe surprizën me ditëlindjen e babait, dhe ajo përsëri është shumë e konsoliduar. Por, po që kanë gjëra për të njohur kanë, se po të gjithë kanë nuk dinin sa vlezër motra sa. Kjo i thot, ti më pëlqen mua, nuk tenton të afrohesh. Ky shkon mëngjes thot, a ke letrat lagura? Tashi, nuk e di, pysim këtë të dush, po... Okej, dhe më thënë, sensualiteti i ti është shumë... A mos do të lidh me Mateon të japër ca fraza të gatshme? Shiko Ledion, kur s'ka turp i themi, ky s'ka turp. Po, është i pacip. Kur ka turp, themi pse ka turp. Zgjetëm rehat. Jo se dua domethënë të mbroj Mateon, po unë për shembull kam njohur shumë djem që kanë turp valla, sidomos kur ke përballë një vajzë, po. Ja ta shpjegoj. Të vë në turp ajo, e ke parë aty? Pastaj, ai vjen. Ke turp fare ai vlla, e Ishte si kishte zjarre tunta. E kuptoti? Unë të lutem, të paktën një frame, a mund të mos kemi një këshu, të lutem. Unë nuk e di çka ka bëu ai më përpara në jetën e vet. Po di që brenda këtij programi ai vjen në një marrëdhënie të kompleksuar me Brikenën dhe po përpiqet, edhe kjo e sotmja ishte një tentativë, një surprizë për të dhuruar një arush siç e donte ajo të shëndosh me bardh. Një arush plot me lesh. Tani ai pret që ai shumë mund të ketë krijuar bezdi në sytë e Brikenës, saqë thot, "Më mi po jap dorën mos hajnë ai shpull." Kështu që në këtë aspekt ai domethënë ai pranonte edhe shpullën. Ai është duke u afruar me stil, po që ka dhe turp, ka dhe siklet, se nuk është në një pozicion komod. Me ata arush që i dha ai, nuk do i lërë arushit të afrohen më shumë, do i vaj arushin mes ajo. Jo, deri këtu. Gjithsesi, mendoj që sot ai me atë arushin e hodhi i hap. Po. E hodhi një hap. Ajo i tha, do jap mundësinë të njihemi tashi. Gjonat e bukura dhe gjonat e vërteta kanë një çik siklet, kanë një çik turp, me thon drejtën. Kurse ato që thot Monika që kanë qenë më përpara, e kupton? S'kan qenë serioze ato, edhe kanë qenë kështu pak sportive. E kupton? Nëse edhe një herë ju lutem, domethënë ka shumë nga këto arushët në qarkullim në këto dyqanet e luleve, ju lutem çuna. No arush, no. Do përfundoni si tani pastaj. Deri gajdes. Pastaj u preka tani që mendohem, unë nuk i kam bërë kur një arush dikujt. Shumë e çuditshme. Ose ti e Ledion? Prandaj them pra. O Ledion, pastaj ka dhe gjë. Shumë e ftohtë është Brikena. E ftohtë. Shumë e ftohtë është gur fare apo? Çfarë do të dezirezistenca të Brikenës? Jo dezirezistencë, po shumë e ftohtë është. Tani u preka unë këtu, edhe ti me mua. Ishte tu prek. Tani surprizë midis trëndafilash. Po çfarë ka Brikena se preken ju të dy? Shumë. Ideja është preket ajo. Po ne po flasim për anën e unë s'kam marrë asnjëherë lulen e tina. Asarusha. Lule ti bi unë që nesër. Por e kam përshtypjen që është respekt. Pak është ajo pra, domethënë, shiko, Mateo si prerje është djalë Flori, djalë shumë i mirë, po është çik demo nuk duan goca ta shiksh kështu. Tani duan. E kupton? Duan. Ja.
Jo gjithë. Nuk e ka. Më ka thënë një avokat një shprehje, po nuk mund ta them kurse si po ta them aty mbrapa se shprehje shumë e bukur. I lëm shprehjet e avokatëve mbas vetes dhe vazhdojmë me një tjetër pjesë të programit dhe me qëra fjala me një tjetër që duket si çift, domethënë para se të hyj aty brenda, populli i rrjeteve sociale, ata të dy ka dëshirën t'i përkthej si çift, sepse shikon një kimi mes të dyve. Edhe pse kanë parë që duket më shumë si një plan loje i Kristit me krusitën se sa një afërsi e vërtet. Po nuk e di sa herë që ka momentet e të dyve të sinqerta në thonjza që janë duke u përqafuar, duke folur, duke përshpëritur në vesh, populli i rrjeteve sociale i do shumë dhe thotë që edhe juve si pjesa tjetër. Shohim se çfarë do të ndodhi sepse kemi një klip për t'i treguar të dyve. Ju lutem më mundsoni lidhjen. Nikollare. Atëre Banor dhe Boli. Lidiana, mund të them një diçka të lutem? Mundesh, po mua më vjen keq për Rogertin, i cili që sa ka ardhur Boli aty, shikon vetëm Boli, nuk e kthen më kokën te. Jo, unë i kisha sugjeru Briken, fakt zgjadhe një emër tjetër, sepse Boli ka një herë është shumë bolizuese dhe a kupton. Jo, Boli, mënyrë të mirë. Është në fakt shiko, për hir të së vërtetës Brigena, ligjet e bullizimit në Britaninë e Madhe kanë shkuar deri në atë pikë sa nuk mund t'i thuash dikujt qeros. Boldi, po, është e vërtet. Duhet t'i thuash një njeri me pakës flok. Ose me munges të flokëve. Ja, Selin, bolizuesja më e madhe në këtë Ka mu flok, gjena për moment. Ja. Po, Brikena, më thuaj. Atëherë Legion, unë desha me thonë, me qenë se u hap kutia Pandorës edhe janë nominim 3 veta, kisha desh me thonë, a mund të mu bojnë nominimi prapë se tash është një banor i ri Boli dhe në qoftë se donë mirë unë të me fut nominim dhe Bolin. Po ju nga e dini që është një nominim 3 veta, se miri me sa di unë si kur s'ta gjë, shu që s'di se qa ka ndodhur me kutinë e Pandorës. Ma vjen keq. E parandjejmë. Ju parandjeni shumë gjëra, po për ca qëlloni, për ca... Si vëzhguese e mire UEFA-s, kujton se i vëzhgon të gjitha, por nuk i vëzhgon të gjitha. Ndërkohë, dua të flas pak për një marrëdhënie tjetër aty në shtëpi, një marrëdhënie e cila ka nisur me hyrjen e krusitës brenda në Big Brother VIP. Jam duke folur për afrimitetin që ajo ka krijuar me Kristin. Një afrimitet i cili duket të jetë hera herës genuin, hera herës si diçka tjetër. Problemi kryesor është marrëdhënia e besimit. A kanë ata besim ke njëri tjetri? Shohim klipin dhe e diskutojmë.